Edhe ky ligj, si gjitha ligjet që janë trajtuar gjatë këtyre 15 ditëve, është sjell në kuvend me procedurat e përshpejtuara, pa respektuar as afatet ligjore, pa u përfunduar të gjitha procedurat që duhet të ndjeken kur rishqyrtohet ose procesi ndryshimi i ligjeve kur bëhet, dhe duke pas parasysh që keni duplifikuar agjendën e kuvendit në të njëjtën kohë, keni vendos ka 2-3 komisione në të njëjtin orar, e kemi pas të pamundur që të punojnë me seriozitet në këtë projekt ligj. Përkundër kësaj, në mbledhjen e Komisionit Parlamentar për çështjet e sigurisë dhe mbrojtjes, ditën kur ishin prezent edhe përfaqësuesit e Ministrisë së Mbrojtjes, kam adresuar të gjitha çështjet të cilat janë kontestuese në këtë ligj dhe fatkeqësisht edhe nga ana e zyrtarëve të ministrisë nuk ka marrë përgjigje dhe nuk kanë mundur që t'i argumentojnë vërejtjet që i kemi dhënë. Unë, e nderuara kryetare, ju bëj thirrje juve para sa të nënshkruani këtë ligj, sepse siç duket, me që veç jeni ushtruese detyre e presidentes, ju do ta keni fatin ta nënshkruani këtë ligj pas të dite. Ju kisha lutur shumë që ta lexoni mirë dhe të merrni këshilla, sepse ky ligj e rrezikon sigurinë e brendshme të Kosovës. Pa dashur të nalem në detaje në amandamente dhe nenët kontestuese, sepse i kam thonë shumicën edhe në shqyrtim të parë, në lexim të parë gjatë shqyrtimit të këtij projekt ligji, i kam thonë edhe në komision, por është e qartë se këtu nuk vlen asnjë rregull tjetër përveç urdhrit të Dejona Aleksandër Mihajlit. E pam edhe pak më herët, deputetët e mazhorancës nuk guxojnë ta ngrisin dorën për të votuar pa e pa me sy që atje shkruan që nuk është i propozuar nga opozita. Nuk ndëgjojnë fare çka interpretoni ju, nuk ndëgjojnë fare çfarë vërejtjesh doni ju. E rëndësishme është që Dejona Aleksandër Mihajli ka dhënë urdhër për ndryshe ju shkon karriera poshtë.